Për shkak të siç thuhet diskriminimit ekonomik të shqiptarëve dhe anashkalimin e investimeve nga vendbanimet ku shumica janë shqiptarët, organizata qeveritare Realiteti i ndau mirënjohje kryeministit Nikola Gruevski, i cili sipas tyre me mjeshtri të madhe po manipulon partnerin shqiptar në qeveri, Bashkimin Demokratik për Integrim, duke e promovuar broshurën Diskriminimi ekonomik deri në skajshmëri. Kryetari i Realitetit Valon Bela tha se mirënjohja është metodë e re e artikulimit të pakënaqësisë, pasi qeveria është treguar e shurdhur ndaj reagimeve të deritanishme, edhe pse trajtimin e barabartë të gjithë qytetarëve të Maqedonisë e garanton edhe aneksi C i marrëveshjes së Ohrit. Kryeministri Gruevski arrin që të realizon programën e tij më antishqiptare se kurdoherë, duke filluar nga enciklopedia, ligji për natalitet, gjuha maqedonase që nga klasa e parë, e deri te diskriminimi në varrezat e qytetit të Shkupit, në lagjen Butel. Organizata jo qeveritare Realiteti i ndan mirënjohjen kryeministrit aktual zotri Gruevski për këtë të arritur të tij dhe të cilën askush nuk pati fuqi që ta ndalë. Por kryeministri Gruevski dhe Bashkimi Demokratik për Integrim deklaratat e Realitetit i cilësuan si të motivuara politikisht. Moje mišljenje je da kad se raboti za lica. Mendimi im është se bëhet fjalë për persona partijak të cilët fshihen pas organizatës jo qeveritare, duke dashur të më diskreditojnë mua, qeverinë dhe të gjithë në të. Do të thoya se nuk është e vërtetë se ne investojmë në vendbanime ku nuk ka shqiptar. Ja, sot jemi në fshat ku pjesa më e madhe e banorëve janë shqiptar. Investojmë në të tokë, ndërtojmë universitet në vlerë prej 10 deri 11 milion euro, ndërtojmë rrugë. Kështu që plotësisht i demantoj se kemi investime selektive. Bashkimi Demokratik për Integrim nuk i komenton deklaratat e organizatës Realiteti, cila nuk ka të bëjë me realitetin objektiv në vend, sepse mbas deklaratës së tyre ata deklarojnë se janë organizatë qeveritare dhe partijake, ndërsa deklaratat e veta japin krejtësisht politike. Që ne si Bashkim Demokratik për Integrim na çon të mendojmë se mos vallë të gjitha këto deklarata të tyre janë të porositura nga shtabat e partive politike në Maqedoni. Nga ministra shqiptar në qeveri, i pari i cili do të merr mirënjohje nga Realiteti do të jetë ministri i ekonomisë Fatmir Besimi, ndërsa më pas edhe ministra tjetër të BDI-s në qeveri, si dhe përfaqësuesit e institucioneve ndërkombëtare në Maqedoni.